Zotin Ndoj, ne po diskutonim pak më përpara teksa po komentonim dhe qytetarët dhe nëse nuk e bojmë një pjesë të tyre, po e konsideronin që Irani ishte disi më i fuqishëm, besoj kishte fjalën ushtarakisht dhe edhe prishmëria e qytetarëve të shkretën shfitoi Irani. Kjo në fakt ka buron nga historia jonë. Të fitoj paqja, jo të fitoj njëra forca po tjetër. Jo, qytetarët janë shumë të sinqertë. Dhe sinceriteti i tyre shpreh atë dramë që kanë shqiptarët sot. Shumë prej tyre, edhe analistë në për studio, duke komentuar sipas tyre me objektivitet, ato në fakt e paditin veten e tyre, vendosin veten e tyre si palë me Iranin, me Turqin, e tjerë, ndërkohë që shqiptarët janë vend europian, pavarësisht nga procesi de-europianizues që ka ndodhur gjatë 5 shekush perëndëri osmane. Si në kuptimin kulturor, fetar, etnik e tjerë, kanë pësuar dhe kjo psikologjia e qytetarëve është një psikologji e njerëzve të sinqertë,